Louise Ellie shpërthen pas abuzimit të vajzës 12 vjeçare. Do t'ja lidhja vet litarin. Reagimi që po trondit gjithë Shqipërinë. Një lajm tronditës ka mbërthyer opinionin publik shqiptar më 2 korrik 2025. Një vajzë vetëm 12 vjeç ka denoncuar në polici abuzimin e përsëritur që, sipas saj, ka përjetuar nga vet babai i saj biologjik. Ngjarja ka shkaktuar zemërim të thellë dhe tronditje kolektive në gjithë rrjetet sociale dhe mediat online. Në një vend ku shpesh drejtësia është vonuar e ndonjëherë nuk ka ardhur fare, qytetarët dhe personazhet publik kanë shpërthyer në reagime të forta. Por ai që ka bërë më shumë bujë është padyshim Louise Ellie, fituesi i Big Brother VIP Albania 2 dhe një nga zërat më të dashur e më të ndjekur në vend. Louise zgjodhi të mos hesht. Në vend të një postimi neutral apo të përgjithshëm, ai publikoi një story të ashpër në Instagram, duke shprehur zemërimin dhe indinjatën e tij si qytetar dhe si njeri. Në tekstin e tij ai shkruan: "Mbërriti në gjykat ai që abuzoi me gocën e tij. Po të isha unë kryeministër, nuk do priste ai as polici, as prokuror, as gjykat. S'do kishte nen kushtetute që ta mbronte. Do t'ja lidhja vet litarin rreth qafës dhe do ta varja në mes të sheshit ditë me diell, para gjithë popullit. Dhe mos më flisni për të drejta. Ata s'kan as shpirt, as zemër, as fytyrë njeriu. S'kan vend mes nesh." Ky reagim i Luizit ka marrë mbështetje masive nga publiku, me mijëra pëlqime, ripostime dhe komente miratimi. Shumë njerëz janë të mendimit se ky është zëri që mungon shpesh në shoqërinë shqiptare, një zë që kërkon drejtësi të vërtetë, jo vetëm formale. Shteti jemi ne. Thirrja që po përhapet si zjarr. Luizi nuk u ndal vetëm te zemërimi emocional. Në të njëjtin reagim, ai lëshoi një thirrje të fortë për ndërgjegjësim shoqëror dhe veprim qytetar. Ky vend ka nevojë për një tërmet drejtësie. S'ka më prit se do flas shteti. Jo, shteti jemi ne. Një komb që hesht kur preken fëmijët, është i vdekur përpara se të vritet. Drejtësia nuk vjen nga tavolina me letra, por nga zemra që digjet kur sheh padrejtësi. Në një kohë ku shumë figura publike shmangin qëndrimet e forta për të mos prishur imazhin, Luizi zgjodhi ta thyej heshtjen dhe të flasë me zë të lartë, pa frikë, pa filtra.